Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 22 korrik 2026. Kemi një ditë me rëndësi të veçantë sepse dita e mërkurë me ndryshimet dhe kombinimet që kanë të bëjnë lidhet shumë me çështjet e ekonomisë dhe jo vetëm. Meqense sot dielli futet në shenjën e luanëve, duke hapur një periudhë, duke nisur një periudhë më e fortë dhe më krijuese, më e dukshme dhe më e orientuar drejt punës, karrierës dhe dashurisë. Vetbesimi, fëmijët, arti, skena, suksesi, autoritetet personale, dëshire shkëlqyer, pasi një javë emocionale, ndikimi të gafore ku vëmendja është familja, shtëpia, kujtimi, siguria e brendshme. Dielli në luan na nxjerr më shumë drejt jetës dhe pastërtisë së shpirtit dhe të krijimit të punës dhe të jo vetëm. Kjo është një periudhë ku njerëzit duan të shohin, të dëgjojnë, të dashurojnë, të krijojnë dhe të marrin shumë vëmendje në gjërat e tyre. Por gjithashtu ka të bëjnë me një ndikim shumë të mirë, sepse është një ndikim i shkëlqyer për sa i përket punës, për sa i përket karrierës dhe jo vetëm. Ndikohen më shumë luanët dashë shqiptare, sidomos të 10 ditëve të parë, sepse dielli sapo është futur në shenjën e luanit dhe aktivizon fillimin e shenjës së tyre. Në mënyrë pozitive, ndikohen edhe binjakët peshorja dhe ujori, por kanë një arsye, sepse kanë shenjat përballë, siç tham, shenjat e zjarrit, por dhe shenjat e ajrit, por gjithashtu lidhet edhe me disa ndikime të tjera që ndikojnë në fusha të ndryshme. Kemi gjithashtu një ndikim që mund të kemi në disa projekte, janë shumë të mira për sa i përket rëndësisë dhe mundësisë, por gjithsesi ka të bëjnë në anën e biznesit. Dita është e mirë për prezantim, për dalë më shumë në çështjet ekonomike financiare, për të nisur një plan krijues dhe jo vetëm kaq, por për të nisur shumë gjëra dhe ndikime pozitive, ku lidhen me artin. Është mirë për të menduar dhe për të nisur diçka shumë të rëndësishme. Sepse Mërkuri është ende në retrograd në gafore, ku vendimi që lidhen me kontrata të rëndësishme, dokumente familjare, banesa dhe biseda të rëndësishme, duke kontrolluar me kujdes. Në dashuri dielli dhe luani rrit dëshirën për romancë dhe pasion, vëmendje dhe shprehjen e zemrës. Është një ditë e mirë për takime, për t'i dhënë më shumë ngrohtësi marrëdhënies, për të organizuar diçka të bukur me partnerin apo partneren, ose në lidhje me çështjet e tjera që lidhen me fëmijët. Por diçka që mund të themi në lidhje me karrierën, dita favorizon ekspozime, prezantime, kreativitet, kërkesa dhe shumë gjëra të tjera që rrisin ndikimin e madh të punës dhe jo vetëm. Këshilla e ditës është që fillon periudha e luanit, por shkëlqimi i vërtet nuk ka nevojë për zhurmë të tepruar. Tregoni veten, por mos lejoni egon të marrë drejtimin. Këto janë disa shprehje që unë them nga hera në për televizion, e keni kuptuar. Dhe këto do të thotë që është vëmendja dhe mundësia. Por para se të fillojmë bashkimin e dy mësore zotja Kale, unë